Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Kreshnik Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Në emisionin e kaluar kemi folur për vrasjet gjatë luftës në Bellanisë të Malishevës. Kemi sjellë dëshmitë atyre që pan ose ishin afër kur u ekzekutua Ramiz Hoxha e Selman Binishi. E poshtu, kemi folur për aktakuzën ndaj deputetit të Nismas Fatmir Limaj, i cili akuzohet se ka gisht në këtë ngjarje. Migja ka me të kalzu detalj që shakonën për fillimit të këthjersin marim. Dhe më thaj, kom blek plumbin për babajnë ti me kom blek. Me shku njeri pa shajnë, pa dogë, pa sane, kur që janë shku mas 30-40 djetë e kanë zbulu punën. Sonte, do vazhdojmë të trajtojmë këtë temë, duke ju sjellë para jush detajet e cilat nuk ndodhen në aktakuzën e prokurorisë për fshirë, diskutimet dhe nofkat e cilat u përdorën gjatë pegmarrjes së Ramiz Hoxhës, e poshtu dëshmitë e njerëzve të cilat ndodhen në komunikatën me të cilën ushtria shqiptare e Kosovës e kishte marrë përsipër vrasjen e Ramiz Hoxhës dhe Selman Binishit. Siç e keni parë në emisionin e kaluar, vëllai Ramiz Hoxhës Hajrizi ishte njeriu i pari që takoi ushtarët të cilët ja kidnapuan vëllain. Atij i kujtohet një bisedë të cilën ai kishte pasur me pengmarrësit. Atë kujtohet që ta njerë që në artë, që shë ndokë, që ka kam pasë kështu karakteristike? Valla, mu më kanë ndokën një në konë da farë djesht, bilëm njoni e konë fort i shkurt. I shkurt, edhe tash një njoni pja tjeshit, se njoni jarë pi qa tjeshit, kishtë të jarë si knej. Kë qetëri i bërtiti, me vitë që të fjallë që kom një, do të koptohet. Tha ftyrë, tha dilë në tongën, vitë që kaqë. Që tërsan mama të tjesë, si në gjekush janë konë dhe. Akon një i vogël, një falë shku që akon ishtë se ishkon paru dhe pa kabos, dhe. Që ka shku mujtë me... Që kuj shkurti ka qenë? Që kuj shkurti, po dhe ka qenë qëto që mu ka morë në pyjtje mas pare. Me lesht kuq? Me lesht kuq, po. E ftyra, qka do me thonë ftyra? Vallahi se di. Po thash ta mos e ka ne si farë obsedenimi, atë shpithojnë. Thash vishë që ty u bazova në isan, se që tërsan së një rash në fije. Edhe, ata ka morë menja, qëfar armë shkanë pasa, që shu? Armë kanë pasë automatika, kanë pasë vetëm një për tyne ka pasë edhe revolje. Prej gjuhës që e kanë folë? Prej gjuhës, ja, shqipës, më ishtan se thëshna mos nuk ka bon të vdile në po jo, bë shqip, farke shumë dialekt pastër. Po dialektja, u koni kënej Malishevës, a u koni anëve tjera të Kosovës? Vallahi, të është me thonë nuk ma mërki menja që se i pari që jakon. Pak ata vetë ka fërshin shumë ralla, ata në me veti, vëqë në mbre veti ka fërshin. Së më dake si që jenë, se dhe pare dikon po, burë, më të tjesë. Pra, Hajrizi na përmendi një noftë të cilën deri më tani në asnjë rast nuk e kishte përmendur, e cila deri më tani nuk është trajtuar as nga prokuroria. Thënë më shkurt, as kur deri më tani, as prokurorët e Uleksit, as ata të Unmikut e as prokuroria e Kosovës nuk ka arritur ta zbuloj këtë deklaratë. Për t'u sqaruar ju shikues të nderuar, Plaku është intervistuar disa herë deri më tani, por ky detaj i është kujtuar vetëm kur ne e kemi intervistuar. Gjurmuam pak më thellë për të kuptuar nëse dikush në rajon ose më gjerë është thirrur me këtë noftë. Nuk ka të dhëna se sa persona e kanë mbajtur këtë noftë, as të dhëna se sa njerëz mund të jenë thirrur me këtë emër në mes vetës. Ajo çfarë kemi siguruar është se gjatë gjykimit në rastin Kleçka është përmendur se nofka ftyra i ka takuar njërit prej pjesëtarëve të UÇK-s me inicialet NSH. Normalisht ekipi ynë e takoi këtë person, por ai përpos se nuk pranoi të flas para kamerës, mohoi të ketë lidhje me këtë rast, duke potencuar se çdo kush ka mund të përdorë nofka të tilla gjatë luftës. Shikues të nderuar, i mbetet prokurorisë së shtetit të analizojë deklaratën e njërit prej dëshmitarëve të kyç të saj, i cili në edicionin ton dha edhe një detaj i cili nuk është në aktakuzën e prokurorisë, e i cili sigurisht do të duhet të jetë pjesë e provave dhe hetimeve të këtij rasti. Presim që në ditët në vijim prokuroria Drita Hajdarit të merret seriozisht me këtë deklaratë të dëshmitarit Hajriz Hoxha, e të zbuloj se kush ishte ftyra, kush e barte këtë noftë, e po ashtu të krahasoj të dhënat si dukja fizike e ngjyra e mjekës dhe të dhënat e tjera të cilat janë përmendur në deklaratat e mëhershme. Shkuam edhe pak me tutje në ulëmtimin ton duke tentuar të bijem në gjuhën komunikatës së lëshuar nga shtabi i përgjithshëm i UÇK-s. Pjesë e komunikatës është edhe Jakub Kastrati,
Në komunikat, shkruhet se Jakub Kastrati kishte propaganduar dorëzimin e armëve dhe në bashkëpunim me kolaboracionistët Selman Binishi e Ramiz Hoxha kishte nisur një luftë speciale kundër UÇK-s. Nga argativat e shumë të kuptuam se Jakub Kastrati ishte liruar në një muaj pas arrestimit, ndërsa njeriu që e liroi ishte Sokol Bashota, i cili sot qeveris me komunën e Klinës. Ja çfarë thoshte Bashota në atë kohë. Ky akti i sotëm, në lirimin e tyre të burgosurve, është edhe një shprehje e dëshirës dhe vullnetit se ne nuk i dojmë burgjet, se ne do t'jemi sa më transparent dhe që prosperojmë një shtet të lirë, sovran dhe demokratik. Sokol Bashotës i kërkuam ta intervistonim dhe t'i kërkonin të dhëna për informacionet që ai i kishte në atë kohë për lidhjet e mundshme në mes Ramiz Hoxhës e të arrestuarve si Jakub Kastrati. Kryetari i Klinës nuk pranoi të flasë, duke na thënë se të gjitha çfarë i ka thënë në atë kohë. Takojmë Jakub Kastratin, i cili për një muaj ishte mbajtur si burgosur. Ai nuk di se pse emri i Ramiz Hoxhës ndodhet në komunikatën e arrestimit të tij. Komunikata thot që keni negociu dorëzimin e armëve. Ja, komunikata neve në komunikati kemi 3 shpifje, 3 gënjeshtra tyne, gjaja se kemi propagandu për dorëzimin e armëve, gjaja se në bashkëpunim me Agim Krasniqin, antari kryesisë LDK-s, bashkëpunim e kemi formu policinë speciale, kishe, edhe gjënë se kemi qenë në lidhje me kolaboracionist, bashkëpunëtorët kolaboracionistëve, të cilët ditë me parë u ekzekutuar nga UÇK-ja. Çka dini ju për këta njerëz që në ekzekutuar më përpara prej UÇK-s që përmend? Ja, Ramiz Hoxhën edhe Binishin. Edhe Selman Binishi. Po, çka dini për ta? Vallai, kur gjëja është ta që kemi ndëgjuar fjalë të mira, për Ramiz Hoxhën kur nuk kumnaj kështu shama që shjemi të unaj na bashk, kur nuk kumnaj nëse e kum pa najherë najt pane, a fjalë të mira kum ndëgjuar që ka pas firme në Sloveni, i ka nimu shkollës, i ka nimu rrugës, i ka nimu xhamijës, i ka nimu ushtrisë qytetarë të Kosovës. Komunikata e UÇK-s po ju bën bashkë. Haj, po çfarë ata pse ama si kanë ardhur në kush ata neve nëmë që nuk kemi edhe në akuzë edhe matron, se për pëtyne nuk ka prit. Ata e kanë ditën që unë jam në lidhje, kom qenë, edhe me Ministrinë e Mbrojtjes së Republikës Kosovës, po edhe me UÇK, ata për një me kanë pas frikë, mas në i polici speciale në i sen, po unë s'kom pas kurfar lidhje me kurfar policie speciale, në imi gëzu kur a dal ushtëria qërimtare e Kosovës, në kemi ditë që nuk është ideologjike, nuk është partijake, misionin e vetë e ka qërimtarë, edhe me të vërtet që ashtu e ka pas ushtëria qërimtare. Po, sot prej këtij këndvështrimi, kush duhet me marrë përgjegjësinë për këtë komunikat? Këto, qaj që e ka lexu, ku e ka marrë, e kanë botu krejt gazetat. Për këtë komunikat, sot është u akuzuar Fatmir Lima. Ja, valla Fatmiri, nëse ata akuzojnë veç Fatmirin, po ma gjën është, përgjegjësia është ma gjën. Ka ma gjën? Po, për shembull, bile Fatmiri, veç në i fjallë goja atëherë që ja folë, komandant Çeliki, që thëshin një siti Çeliki, më shkurt u lëshin komandant Fatmir Lima, edhe nuk ka përdorë fjala e Fatmirit, edhe nëse ako antar shtabi, nuk ka përdorë sigur që ako antar shtabi apo diçka, po kjo mësi e ka marrë shtabi i përgjithshëm këto si përgjithësi, a i letë përgjigjet, a e ka pas hierarkinë e vetë. A i ka pas antartë. Në rrethana të pasqaruara mes ditën e 2 tetorit 1998, persona të maskuar me emblemat të UÇK-s morën nga fshati i tij Ramiz Hoxhën. Bashkë me të ishte kidnapuar edhe Selman Binishi.
që të dy u gjetën të vrarë disa kilometra me tutje. Djali i të ndjerit ishte vënë në ndjekje të makinës për shkruajti se ka takuar gjatë rrugës Fatmir Limaj. Ky i fundit nuk e ka mohuar këtë fakt, por pretendon se ishte e rastishme çdo gjë rreth ngjarjes. I sheprori UÇK-s dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës e pyetëm edhe për komunikatën e nënshkruar nga policia ushtarake, e cila e bën përgjegjës për vrasjen UÇK-n. Nëse nuk ka bëj 3 javë, 1 muaj, 2 javë, 3 javë, nuk e di saktë, në datë, ekziston besoj data, po a do një komunikat në emër të drejtorisë së policisë ushtarake. Dhe në atë komunikatin aja komunikati ka marrë përgjegjësinë e vrasjes së tyre njerëzve. Aty mo pasaj gjërat kanë, me thonë, një hesht. Nga i momentin hesht gjërat dhe në vlitë. Kush ka qenë drejtoria e policisë ushtarake? Unë nuk e di kush ka qenë drejtoria e policisë ushtarake në atë kohë, unë kam qenë komandant i brigadës 121, po unë më thonë që kur e kam marrë në dhjetor detyrën e policisë ushtarake, nuk ka pas asnjë drejtor për më adresu detyrën. Në fakt, unë e do bëjtën si themelësisë e drejtorie në dhjetor. Se kur ta një drejtar, si detyri duhet me dërzu detyrën, me ditë sot ka qenë filani, sikur që unë për shembull kam qenë komandant i brigade, kur e kam lëshu detyrën Haxhi Shalës, Haxhi Shala ka ditë që te tani ka qenë komandant i brigade filani dhe nga tash e marron. Nëse unë kur jam emëru në shtab përgjithshëm në fund të nëntorit dhe ndërsa në dhjetor në drejtorinë e policisë ushtarake, nuk ka pas asnjë njeri me emër, me ditë që kush ka qenë drejtori i policisë ushtarake. Po ka pas pjesëtar, ka pas njerëz. Nuk ka pas, asnjë hiç s'ka pas, asnjë sen. Asnjë gjë nuk ka pas. Sepse drejtoria e policisë ushtarake për me ditë ka qenë drejtoria administrative. Dhe për aty ka filluar në farë policia ushtarake me marrë një organizim në për zona. Deri atëherë policia ushtarake ka qenë në përgjithësi të fshatur. Tokë ka bënë një që të kalon si rënë e policisë ushtarake me uniforma të ndryshme, me lloj-lloj. Ka qenë domethënë totalisht e paorganizuar. Kur jemi ardhur ne kemi kërkuar nga komandantë e zonës, policia ushtarake i përgjigjet komandantit brigadës edhe komandantit zonës. Ne çka kemi bën kur jemi ardhur? Kemi bën një uniformë unike, me ditë shajat, mos me të ardhur njëri me të ndëmet policisë ushtarake, dikush e ka një uniformë tjetër, dikush e ka një shenjë tjetër, çkush ka ndodhur kalon. Sepse ka qenë një lloj policia ushtarake në atë kohë ka qenë një lloj organizimi vullnetar në përgjithësi si kush ka pa rolin me rujt 2 apo 3 vjet, parani me mbajt në njësive tyre ushtarake. Ajo që unë i them me përgjithësi plot, në momentin kur unë kam marrë detyrën e policisë ushtarake në dhjetor, nuk ka pas asnjë letër dhe asnjë njeri që ka qenë që më thonë nga sot unë për marrë detyrën nga ky drejtor dhe për marrë drejtori i ri. Po shtabin atë kohë, kush ka qenë shtabin atë kohë? Shtabi i përgjithshëm. Shtabi i përgjithshëm dihet ka qenë Hashimi, Kadria, Recep Selimi, Azem Sylla, Xhavet Haliti, ata ka qenë më shumë në Shqipëri, ka qenë Sakot Bashota. Dhe bile ata janë si përfaqësues shtabit. Nëse lëshunin komunikate të tilla, pranon vrasja në emër të UÇK-s. Është dikush me dalë ose me pranon ose me mohu. Këto është përse kur ka dalë komunikata ne kemi hesht. Në momentin kur ka dalë komunikata kemi hesht dhe mos nuk kemi folur për atë komunikat. Nuk kemi folur për këtë rast. Unë personalisht po flas. Pse? Sepse në të kaluarën, nga praktika e kaluar kur komunikatat të UÇK-s kanë dalë, kanë marrë përgjegjësi me një rast, nuk ka diskutuar më ai rast. Nga të tjerë, ka marrë organi më i lartë. Duke parë këto, na kemi menduar që kjo është bërë nga organi më i lartë, nga shtabi i përgjithshëm, me vetë faktin sepse çfarë ka komunikata. Tash, ajo komunikata ka qenë shtabi i përgjithshëm, as ka qenë shtabi i përgjithshëm, duhet mi vetë anëtarët e shtabit të përgjithshëm. Pa ajo që ne kemi pritur mos, nëse s'ka qenë dashur me demantu. Nëse ka qenë, po është shtabi i përgjithshëm. Kjo temë është çështje që unë nuk e di dhe nuk më qenë pjesë e atij mekanizmi në atë kohë. Sot veç ju jeni në këtë akuzë. Këto tash është temë tjetër. Këto tash është temë tjetër, siç më thonë ditë më herët në këtë që duhet slas për rastin. Po që letë jetë në fakt nuk kemi të fol për rastin, por jemi të fol për një rrethim që niva për me knasi me niva për ligim me Jordan, me kërkesën e juaj. Për të tjera pasaj për çështjet të gjyqësisë. A i keni pas zonë të përgjithësisë ju Bellanicën në atë kohë? Po jo, shkoni vetë një ushtarë në Bellanicë, ku ne keni pas komandantat të tregojnë në atë kohë. Sepse procesi i strukturimit të UÇK-s nuk ka filluar përfunduar për një ditë.
Dikon nga mas fundit tetorit, njësit e UÇK-s ka marrë rol luftues. Thash, mas ofazives së verës, ushtarët janë kthyer për fshatat veta në familjet e tyre për më kujdes aty sepse që është o konstituata. Dhe brigada 121 ka qenë e planifikuar të ndërtohet në një zonë të veprimit ku ka qenë para pa me më fut shumë fshatra. Në kohën kur po flasim ne ka qenë ende pa u filluar reorganizimi i saj. Në atë kohë ofanziva ka ndërprer çfarë do riorganizimi. Ne kena pasur situatë mbjetese në atë kohë. Vetëm mas mallreshës Milošević bën fund tetorit ne kemi filluar riorganizimin dhe diku nga tetori nëntori edhe fshat të tjera kanë filluar më ndërtu me njësite dhe me u fut në restrukturim të brigadës 121. Po mos harroni, përsëri po them, policia ushtarake e organizuar në për zona e organizuar dhe unifikuar ka filluar mas dhjetorit. Deri në dhjetor kanë qenë njësitë, se njësitë ka pas ka njërë, ka dy, dikush ka pas heqe, kështu ka qenë situata në atë kohë. Mirë është me njerëzit që dinë për atë kohë me kthye me refresku situatën shkaqe. Pra, Fatmir Limaj nuk e di kush e nënshkroi komunikatën e për këtë punë, dëshën të marrën qëndrimin edhe nga Sokol Bashota, por ky nuk pranoi të intervistohet. Negociata me Serb edhe tradhtia shkruhet se ishin arsyet e burgosjes së Jakub Kastratit, e vrasjes së Ramiz Hoxhës. Është një komunikat e shtabit përgjithshëm. Komunikat e ka lëshuar në shtabi përgjithshëm i ushtrisë. Çka do me thonë ajo komunikat për ju? Aja komunikat e kanë shkruar gjojnë se Ramiz Hoxha, Jakub Kastrati, se ndest, këta e në koloborelistas, di që kështë të theshen, që Ramiz Hoxha fara ata dy nuk i kanë gjohtë. Ata në kështa kanë mujtë me në gjohtë, se ata në konë 3, ama kësë i kanë gjohtë ata. Mas pak kohë, mas tashti me datë caktune, të më falni se nuk e di se do vjeti kënë bënë sanë, pa konë mas 1 mujva, 2 mujva, 3 mujve, ka ardhen në fshatin tonë, në ledhje, kë Naim Maloko. Edhe Naim Malokot ja kanë bën pyetje krejt fshati. Naim Maloki sot është i gjallë, shoqërzote që është i gjallë, edhe ai mund me ditë këtë punë, që na dojna me na zbardh rastin e Ramiz Hoxhës. Bilën mas 3 dite, e kom zatet Naim Malokin, minishitore ka orë këto, edhe i kish parasit da legjena, bakalla, këgja shumë, edhe ju mhinja aty për mi pagu. Unë. Tha, jo, tha, Ramiz Hoxha, tha. Kur të zbarë, tha, rasti vllavit tonë, tha, ti atjere një pagu. Me këto fjallë më ka drejtu. Në tonë këto vjeta, keni lyp prej njerëzve? Na kina lyp burri i fort, sa kina pas mundësi, sa kina pas dioni, kina pas qef me zbardh, që të punën e rastit tonë, që të dijet vllavi jotë për shka shku. A ka shku për i noti personale, a ka shku që ku ka konë trahtari këtia dheu. Na kem qef punën, tenë skajt na me ato fuqitë tona. Na dhe ta lypëm, te sa t'jem gjallë. Si shkruhet në komunikatën e policisë ushtarake të UÇK-s, Ramiz Hoxha është ekzekutuar si kolaboracionist i policisë serbe. Në Belanicë, dim për një histori tjetër. Hoxha dhe 13 banorë të tjerë të fshatit kanë pasur një takim me përfaqësuesit e policisë serbe, por ai takim nuk ishte parë si tradhti. Pjesëmarrësit e tjerë të takimit as nuk u arrestuan e as nuk besuan asgjë. Ai rizet se unë gjështu. Tha dhe mi mlje, tha ja 4-5 fshatarë, tha, burat pleshta. E më orë qëto, tha, bisedojmë, tha, mos tanët kush me tesha të UÇK-s, edhe mos qëtë kush me armë. Vitë që të dyja, tha, ta rujmë, tha, qëtë fshat. Ju marrë të fshat, thonë burra, qështu, puna, dikush me shkuat, dikush mos me shkuat, dikush anejet, dikush knejet.
edhe tash i caktutën ka thuni me shku do, me shku. Viq, mos me marrë kur farë obligime. E i na shku 14 vetë. Mjesën atë në 14 vetë, ju më konë në dhonë, edhe vlavi. Kuj na shku atë, Hoxha u konë? po edhe hoxha konë. Edhe hoxha ka folë, tha burra tha, na kishë një kërku, tha, na i na arë, tha. Që të sanë, tha, nuk pa disha me thonë hoxha, tha. Tha hoxha, tha, ju falenderoj, tha, shumë tha që i një arë, tha. Edhe na pi ju nuk kërkojmë që të sanë, tha, vetëm tha mos cilën me tesha të që kjo është në përfshat, edhe mos qëtë kush me arme. Që të dy fjallë, tha, i kërkoj pi juve, që të sanë, tha, s'kërkoj, tha, dhe i një të lirë, me shku. Edhe i në ardhen, mas t'i rasi tani ka ndodhë kjo. E gjatë qësaj kohë, a i keni kërku në i kuj mos sill me armë këtu në katon, mos sill me uniform? Ja, në që të deta, dish? Ja, si kina kërku kërmëna, të fshati vish, kur e ardhen bënjën pyte shka, që të fjallë një kanë thonë, edhe asë të ka thonë ma kujsh mos mo anas, vi që i kanë tregu që të fjallë që shtu në kanë kërku. A ju nën, që këjo mësa ne në për fshata kanë pas? O që këtë fshatit tonë. Po, të fshatit tonë ka pas. Agja e përmendi që disa ditë ma heret, baba juj, Agja dhe 12 fshatarë tjerë kanë qenë në një takim me policinë sërbe në atë kohë. A mundet me qenë e në lidhje me vrasjen? Unë personalisht nuk e besaj. Për një arsye. Kjo ka qenë domethënë 3 muaj më herët. 3 muaj. Për ditës vrasjes. Në qoftë se kishin ardhur, kishin mas një javë dhe 10 ditë, apo një muaj, apo në vrejtje, apo diçka tjetër. Tjetër, në qoftë se ka qenë, pse atë nuk i vrojtën të kretë, 14, 12, 13, 14. Ose pse nuk e vrojtën në emër të popullit para xhamatit? Pse nuk e botën ato? Me vetë faktin që emnin e kanë qitë mas anej, mas vrasjes, domthonë nuk e kanë ditë as kush është. As emnin se kanë ditë. Të paktën të kishin thirrë, domthonë ka tregu kush, ai ka ndonjë mrana si tregun ata tjerë. Ato se besojnë. Ato me siguri mundohen gjësh me të lloviti çka më është për radhë, domethënë. Është e pavleja. Ato i duhet 14 vet, që ose kanë tratu, mas pari. Fshati ka qu 400 shtëpi, që ose ka tratu fshatin. Plus ushtria fshatit ka qenë bashkë me ta. Ku i kanë qu? Nuk kanë shku domosdoshmë në vetë. Që ose kanë botra ti ka bo kajt fshati. Në qoftë se ka bo kajt fshati, pse veç babën tëm atë? Pse nuk i vratin të 14? Jo, plus kësaj. Baba ka shku vetëm për përkthyes më shumë, se ka ditë gjuhën, edhe serbo-kroatë edhe slovene. Këta nuk e kanë ditë. Domosdoshmë është marrë shkaki i gjuhës. Jo shkaki që diçka tjetër ka pas mundsi. Vetëm shkaki i gjuhës. Edhe kjo ka ndodhur në fund të gushtit dikon. Fillim të gushtit, domosdoshmë gusht, shtator, domosdoshmë fillim tetor, domosdoshmë. Komunikata e UÇK-s i rëndon me akuza për organizim të dorëzimit të armëve të UÇK-s edhe Jakub Kastratin. Veprimtari i LDK-s kujton se ditën kur u arrestua nga UÇK kishte një takim me përfaqësuesit e OSB-s. Aty u kërkua që policia sërbe të largohet nga Malisheva. Në këtë takim, sipas Kastratit, në asnjë rast nuk u diskutua për dorëzim armësh. A menon që kanë mos bartë ose në herë? Duhet më hetua, duhet më. Po kja nuk ka kërgjë më sheftësi në këtë punë. Ditën pa maska na kanë arrestu. Kjo komunikata qysh ka shkru, qysh pa shkru në qashtu është. Qështu na kanë akuzu, qështu ka që kanë kallëzu. I kemi vra Ramez Hoxhën edhe Seluni. A ka pas në Malishev iniciativa mi dorëzuar? Qëfar mëra? Ja, shta ju ku më thonën qeshka për arme. Mas i shqitni armet, se a dishkajnë të heku shtartë atje në Shqipni të morë me kra e ju pju shqitni. A ju shtari pa vje me dhën jetën për atë dhe, e ju pja shqitni armen. Qëto fjallë, pa ajo ishë kanë të jarë rëndë kjo punë. Edhe mas i qëni grushtat, se grushti ka hez grushti me Enver Hoxhën e
me ato diktaturat e komunizmit. Amerika nuk e dën ngushtin. Sipas asaj që del nga ky rrëfim 11 banorët që ishin pjesë e takimit sot jetojnë të lirë dhe të qetë në Bellanicë. Askush nuk u marr me ta gjatë luftës e pas saj. Në misteret e tjera të ngjarjeve janë dokumentet e mospërputhjet në mes asaj se çfarë ndodhi në terren dhe çfarë në të vërtetë shkruhet në arkivat e shtetit. Në një dokument të cilin e ka të arkivuar familja i cili është lëshuar nga komuna e Malishevës me datë 17 tetor 2011, shkruhet se Ramiz Hoxha është vrarë nga forcat serbe në fshatin Bellanicë. Nuk dihet qartë se pse komuna e Malishevës arriti në një konstatim të tillë për vrasjen e Ramiz Hoxhës. Në dilemat e tjera, emri i Ramiz Hoxhës është shkruar në përmendoren e të rëndëve të luftës në Malishevë në qendër të qytetit, ndërsa në fshat, familja kërkoi që të shënohet edhe dorasi. Me 2 tetor ka ndodhur vrasja, mas një muaj me 5 nëntor, ka dalë në shtyp një komunikat, një pamflet faktikisht. Marksist-leninist ku ta dijone, ashtu e quhen, që domethënë e mshelen në atë kohë arrestuan Jakob Kastratin, kryetar të LDK-s, dhe Cen Deskën, sekretar apo nën kryetar të LDK-s. Dhe në atë komunikat do më ceket dhe emri babait tim, që gjaja ka bë propagandë me ta për dorëzimin e armëve, që asnjëherë në jetë as janë dorëzu, as nuk njihen njerëz mes vetë. Ata janë njerëz të gjallë, mundi mi pyet. Unë më shkua kom pyet Jakob Kastratin drejt për drejt. E kom marrë komunikatën. E kom pyet drejt për drejt. Komunikata është e kujna, në amën të kujtë. Domethënë në amën në policisë ushtarake faktikisht. Tash shtabi i përgjithshëm policia ushtarake në zonën e Pashtrikut ku ta diun shkruan aty me rastin e arrestimit Jakob Kastratit të Sendesut shkruan. Domethënë që kanë bërë bashkëpunim, që kanë bërë propagandë për dorëzimin e armëve në bashkëpunim me kolaboracionistët Ramiz Hoxha dhe Sulejman Benishi të vrarë më parë nga uçi ky ashtu. Këtë komunikat. Edhe kanë dhënë përgjithësinë e herë ta njerëz. Jo. Çka thonë për komunikat? Për komunikat, unë i mundu mas luftës. Do më pyet rregoj, kur ka ardhur këfori, javën e parë, mas me thonë 10 ditëshin, ne kemi lajmëruar në rast. Se desha me pyet, do më thonë edhe me këto me tregu. Shumë njerëz thonë pse tash dulën mas 18 vjetë, nuk është e vërtetë. Do më prej ditës parë, nëse ka pas familje, më të interesuar, me zgjidhje këtë rast nuk besojnë Kosovë që ka pas. Do më kemi lajmëruar këforin me një herë mas luftës. E kemi lajmëruar unë miku. Unë miku më thonë që 50 herë kemi qenë apo kanë marrë deklarata. Kanë qenë hetos të Hagës, kanë marrë deklarata. Kemi dhënë deklarata. Do më thonë, pa ndërprej, pa asnjë hezitim. E ka marrë Euleksi. Kemi dhënë deklarata. Kanë marrë deklarata, asnjë sukses deri më tani. Tëng ta hetus, tëng ta njerëz. Asnjë sukses. Jo mundi më pyet pse. Do më thonë, asnjëherë nuk kemi hezituar për mi bërë kësaj pune. Bosh asnjëherë. Po, a keni kërku shtabi njerëz kanë emra aty? Jo keni më tentu? Do më thonë. Kanë qenë të njohur në atë kohë kush ka qenë në Tash kush ka qenë nuk më mi ditë, parafrasisht në atë muaj 11 po 12 po kush ka qenë mirë, po prokuroria e shtetit mund më ditë shumë thjesht. Në të nuk kemi shtet. A keni kërku ju llogari prej dikujt? Në Si familje, po në mënyrë private. Kështu, në mënyrë private, po t'rregoj sinqerisht, nuk kemi lënë vend mbi tokë dhe nën tokë, edhe shumë atë parave kemi harxhuar për më kërkuar, domethënë, më kërkuar vrasjet e babait. Mirë, po pa sukses kjo. Pse pa sukses? S'kemi mund të marr dejtë njerëz kryesor, domethënë. Dejtë vrasjet nuk kemi mund të marr, edhe sot nuk e di. Që shpjegohet 18 vjetë ende nuk... 18 vjetë, domethënë, çdo herë kemi prit shtetit, hajtë se pa bëhat, hajtë se pe merr, domethënë, unë miku, hajtë se përgollon unë miku, hajtë se përgollon gjykata Hagës. Kur gjë s'bën gjykata Hagës? E bën një farë procedure shumë të thjeshtë. Kur gjë hiç domethënë. Nuk e di arsyeën pse. A është përmend vrasja e babës Po, është përmend, shumë është përmend. Çka deklaratë më komplet është përmend, i kom domosdoshmë transkriptin e gjykatës Hagës. Është përmend, mirë po nuk është shkruar në fund. Jo kam 10 vjet. Soçi. Në atë kohë, do të me cekan, dulen disa gjak prishër, apo një gjak prishër, apo disa gjak prishër, me një propagandë shumë të poshtër, shumë të flisht, që gjoja ne kemi marrë të holla, shumë më marramense, 1 milion, 2 milion e përmenshin, për me hesht rastin. Prej kujt? Ata e din, ata që më shqeqoj tash e din më smirti, domethënë. Jo drejtohen atyve që Ramiz Hoxha nuk ka parën botë që lagë.
pare nuk ekziston që paguat gjaku Ramiz Hoxha. Ata din, ndoshta do t'i vret ndërgjegja, po nuk besoj që kanë ndërgjegje. Kanë ardhur me akuza për familjen që propagandën se nuk u bë kur gjë, këta unë punoj në Sloveni. E kam biznesin në Sloveni. Që ka herë, që 30 vite, ku ma ka lënë baba, domethënë kam vazhdu punën e babas, ai ka punuar në Sloveni. Edhe këto mos u të një farë biznesi të vogël. Normal tash jeta u bë bleshëm disa gjëra. Edhe dunë në propagandë që gjaja, unë ku marr parë për dikujna. Familja jonë, unë personalisht 1 milion, 2 milion euro për me hesht rasin, mos me tregu domethënë. Po ju sot si familje, Po. a jeni tu jetu me këtë njollë? Kështu. Me një farë forme, ata jenë mënu, domethënë, me në njollos. Mi po nuk kanë pas sukses. Më të vërtet nuk kanë pas, jenë mundu, në çfarë do forme, në çfarë do pikpame. Mi po vepra flasin ndrysh. Sa ta për ata dhe kanë qitë me njollos. Do kanë mendu tash e ka bon, e kemi qitë na këto, na jemi, këto as mirë të vetë, se di kërkush mo, bon shka, bon edhe mo, domethënë, mirë po sukses nuk kanë pas. Po, Do një njeri për shembull që nuk është i rrethit ton, e sheh këtë komunikatë, po e sheh për shembull këto sa ne mund me besu. Normal, nuk mund me besu. Unë vite 2000, 2001, 2002, 2003 ku ta di. Ishin do farë forumesh atëherë, forumesh në për internet me pseudonime. Kum shkruan disa forume me emën mbi emën. Njerëz nuk e besojnë që ka ndodhur ky rast, nuk pushin me besu. Ndoshta ju kujtohet sot kur të flas. Nuk e pa besuar ka qenë kjo. Që vrat një domethënë pa asnjë sen, pa asnjë njollë domethënë. Domethënë kontribusi më i madh i fshatit. Djalin domethënë ushtar nuk çka. Unë domethënë në Gërbet tu e financuar çka fakturën. Domethënë e kom ble plumbin për babain tim e kom ble. ose e ka bledh ai vet. Domethënë unë i kom dhënë parë. E kom pagu luftën. Në vërapare. Në manjullos. Kriminell. Ata mërmenja që mas krejt ty e tino që ka ndodhë, ka me mri një ditë mos bardhë. Shumë besim. Shumë besim, nuk di pse shumë besim. Në qka po beson që 18 vjetë? Nuk e di, i shoh që domethënë gjërat kanë nisë me lëviz. Njerëz domethënë janë më gocimtar tash. Se ne kemi shku si familje. Në më të vërtetë kemi qenë aq të rrezikuar në atë kohë që s'kemi lënë vend tash. Ta shikoni prokuror vendor, Po. mas të në ty në ndërkombëtar. Po. Ta mërmenja që ka me i dalë në kryt. Besoj shumë. Shikues të nderuar, në krejt këtë histori, familja Hoxha po kërkon të seroj një çështje. Kush nënshkroi dhe kush e shpalli baban e tyre tradhtar. Deri më tani, askush nga komanda e UÇK-s nuk e ka pranuar ekzistencën e policisë ushtarake në atë kohë. Madje vet Fatimir Lima, i cili për një kohë ishte komandant i policisë ushtarake, nuk e di se kush ishte paraardhësi i tij. Nëse hym pak në detaje, a mundet më u ditë kush ka pas uniforma të zeza në atë kohë? Dëshmitar Uniform zezë tonë dinë ne. Pantolla të zi fermerkës, jo uniform zezë, po pantolla të zi fermerkës në pazaret atë kohë kanë gjithkush e ka pas. Sepse shtasi ka pas uniforma. Kthehen në situatë. 99% të ushtarëve që ka dalë vullnetarisht më veshën, me që kjo ka marrë një gjë me danësi, nuk ka do me gjepa shumë, edhe ka i pantolla fermerka që s'ka pas uniform. Ka qenë mrekulli me ardhë uniform kaki që jetojnë ne tash. Vojnin alle ato uniforma. Ka pas njerëz që kanë xhirodhës pantollat e vet. Dhe policia ushtarake, shaja kështu quhet. Shaja unifikuese e policisë ushtarake ka pasur vetëm mas dhjetorit, janë shaja të natës. Deri në dhjetor, sepse unë e di vetë këto kam bë. Këtë dizajn me disa njerëz. Deri ato, dikush e ka pas shkuar me kemek, dikush e ka pas me harre, dikush e ka pas me të bardhë me të kuq, dikush e ka pas me të bardhë me të zi, si lloj trake. Atë varë për njësi që ka pas, sepse ka qenë, si më thënë, ka qenë organizim horizontal, jo unifikum.
policia ushtarake, ka pas jaknat likurës, mas djetorit, jaknat likurës, që nuk do të tani kanë pas, sepse s'kan pas pësi me pas, po edhe pantollat i kanë pas të zi, po shaja ka që ka identifiku policinë ushtarake, jo uniforma, sepse ka pas edhe ushtarë me uniformë zezë, po ka pas edhe tjerë. Që identifikimi përmes ngjyrës të secilës njësit i kallëzën, i takon nuk i shkon në Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, sepse Ushtria Shqiptare të Kosovës ka pas uniforma hiç. Është bajdare qysh ka mujt. Deri sot sa herë është hap ky hetim, sa herë është mbyll ky hetim. Shani Sa herë është fol për to, sa herë është dashur të marrë pyetje për to. Një 4 herë. Unë miku ka tu, e kam mbyll sipas shkresat të landës, në mungesë të provave e kam mbyll rastin. Ka bërë përsëri unë miku e kam mbyll. Ka ndodhur leksi që ashtu. Në Hagë më pyet për këtë çështje. Sepse unë miku pasaj që landë komplet e ka pru në Hagë. Dhe më pyet për këtë temë në Hagë. Edhe ata e kanë mbyllur në mungesë të prova. Po këta nuk po kuptojnë gjë. Rasti s'mbyllet kur para pa u zbuluar njerëzit kush e ka marrë veprim. Por nuk do të thotë që nuk mund të mbyll për një njerëz sepse nisin hetimet për njërin konkret nuk ka fakte mbyllë, por rasti nuk mbyllë, rasti duhet më derisa të zbulohet kush është. Kjo është ajo që ka ndodhur. Po pretendohet që ju e dini kush e ka bërë. Po tash kjo është në fakt Gjithë dëshmitarët thonë që Fatmiri mundet me e ditë. Mundet me ditë, thonë, po shikoni, ata duhet më kuptu pse e thonë, sepse ata është mbi vendosje ngjarje. Për shembull, unë kam qenë drejtori i policisë ushtarake prej 10-orit. Ama prej 10-orit kam qenë. Dhe ata normalisht që dikush i marr mend që kam qenë drejtori i policisë ushtarake, më shkoj të vizitum, unë më shkoj të vizitum Bellenis, policinë ushtarake se kanë pas komandat aty. Po më shkon 10-or. Po deri 10-or s'kam pas asnjë detyrë në atë rast. Më thanë, dhe e kuptueshme njerëzit në njerëzit e tillë që nuk din kohët, momentet se si apo kurse njohin organizimin si ka qenë, është më se normale më thonë, edhe se këtu dikush këta njerëz këtu nuk mund pa pas informacione. Ne nuk kemi pas informacione. Ne nuk besojmë, sepse në atë rajon nuk ka ndodhur gjëra të tilla. Nuk ka ndodhur. Ka qenë një rast specifik, i veçantë. Deri kur dal komunikata. Në momentin kur dal komunikata, janë hesht gjithë kemi hesht. Gjithë kemi dalë me kështu çka ka ndodhur. Pse ka ardhur tek. Familja Hoxha pretendon që radiolidhen që u ka pa ndor. Çka më radiolidhe? Çka ka lidhje? Forme pretendojnë që po radiolidhen kum kaluar për forca serbe Kreshnik. Jam të tokum kaluar në rrugë të rrezikshme të cilat në çdo sekond është çarkullu tankat, autoblindat, sepse kum ka pas me kaluar në zonë të rrezikshme. Dhe natyrisht, ju thënë radiolimit, a mund me dal? S'mund me dal. Në zona tjera me komuniku me bazën tonë dhe shkove, erdhe, dhe është gjëja më normale me pas në atë kohë një radiolidhje. Megjithëse se me të drejtën as shumë kujtohet. Nuk më kujtohet a kena pas radiolidhje, s'kena pas sepse ka situata këtë kaotike. Nuk e di a kena pas batalia, ja më së pari, sepse në atë kohë ka në Pagarush kur më shkuan mas një muaji gjysë ne kena mujt me blet cigare, edhe me marr ndonjë si me thonë në lang, ose diçka, mas një muaj, jo, në fakt, për 25 gushtit e deri në atë kohë, ne nuk kemi pas mundësi me pas një furnizim të një pako cigare ose një lang me pas, sepse kena komplet izoluar. Në Pagarush kam mujt me depërtu nga prizëreni, ka pakin, nga asare, ka furnizimit të populatet civile dhe pas bën një lloj tregu improvizuar. Kështu që pasja një uniform i dashur, pasja një radiolidhje dhe një armë në luftë, është gjëja më normale dhe më natyrshme në kur lufte. Është gjë specifike. Po ajo që është e jashtëzakonshme, e pakuptueshme, është si është e mundur me ndodhur një rast me njerëz me maskë në një fshat, e unë po shkoj aty pa maskë bën pa. Me ecën asaj. Kjo logjika është. Si është e mundur, dhe në fund unë nuk më shkoj në një fshat pas sekondi, më shkoj në vendin tim 500 metra kam pas shtëpinë tam. Nuk më shkoj në një vend të panjohur. Rrugtimi jam ka qenë drejt familje. Dhe si më tani ju, unë po di diçka, po ndodh atje një akt kriminal, vras, dhe unë, si sot një, po dalë aty të shupa aty se ku falëm, dhe po dalë, që ku mos me ndodhë kërgjë. Mindani pak. Mendja kriminale nuk e bën to. Po, unë sot e vuja pësët që rastisht kam qëllu të shkun në familje time, dëshmia eme që kjo, unë kom prit që kam e kanë dëshmitarë dhe më ka rast vazhdimisht me dhanë
Gjithë kështë përshkrim, shiqeni deklaratat e mia, prej ditës parë dhe sot janë këtu deklaratat, s'kam qenë tjetër. E dëshmoj. Sakt kjo ka ndodhur, çka po. Mund me konë detaj, por nuk në detaj i jam i cili nuk shën peshë në rastin konkret. Shqiptar rastin e të nëse më lejohet. Ti bëj apel të organeve. Hetoni dhe zbuloni njerëzit dhe vrasit e vërtet. Dhe gjithashtu, të qartësohet çështja e komunikatës. Këto dy gjëra janë ato që duhet të qartësohen në këtë rast. Dhe unë kam qenë dhe jam i gatshëm gjithmonë drejtësisë me dhënë kontributin tim në zbulimin edhe këtij rasti konkret ose çfarë rasti që kanë ndodhur siç kanë bënë të kaluara. Shpresoj që të gjithë jemi të interesuar me të vërteta, jo me ndjek njerëz. Jo me ndjek njerëz. Sepse unë jam i bindur që familjeve të viktimave ju intereson e vërteta dhe jo ndjekja e njerëzve. Dhe të mos përdoren tragjeditë familjare për qëllime politike, për të krijuar edhe një krim tjetër ndaj njerëzve të cilët s'kan asgjë të bëjnë dhe as dinë me rasti konkret. Për ty sot vjen prej Slovenisë. Ka thonë nuk është emrin e babës në plakat Malisheveshe. Edhe kjo është për pak problem vetë. Emri i plakatës babës ka qenë kështu. Kur e mendosin, domethënë jo marr, domethënë më fol me konvencë. Kur fillutën domethënë me qit emrat, ishin janë 3-4 vet të kryesisë fshatit. Me na pyet, financimin na kanë bën gurthemelin e flokës. Po, ne. Kemi bëna skolidë, domethënë shumë financime kemi bërë për ato skolidë. Edhe me na pyet neve që domethënë a do me qit emrin e babas në plakë se do me bë, domethënë tut plak, tu çkës të shkruajmë. Kishin pas menduar disa me siguri, pak analfabet janë. Që do thojmë na jo, ku ta dio na kundër çkës. Ç'të më thon kur vllavi u çkë ka qenë domethënë ke kontribut në këtu. Jo po tutëm po çish jo. Kur apo domethënë që po, atë shka botën disa të mençur e botën propozimin që më shkruan plak domethënë viktimat e fshatit Bellanis të vrarë gjatë luftës nga okupatori serb. Edhe tash baba jam nuk ishte i vrarë nga okupatori serb. Ja fillon pak me të mirë me kryesi, hajde pe bëjmë, pja bëjmë një vi, pja bëjmë anej, pja bëjmë në çfarë mënyre viktimi i luftës domethënë, viktima është e luftës. Nuk u pajtuat. Atëherë ta shkruan apo që ka vrarë çka. Na po pajto. Shkruan në fund, këto ka vrarë çka. Jo zgudzojnë, po ku atë? Dhe edhe më thanë kryesia fshatin atë kohë, se ato ishin 4-5 vetë, domethënë. 4-5 persona, domethënë, nuk ishin veteranë të fshatit Bellanis, po 4-5 persona. Edhe më thanë me dalë me mbledhjen në shkrime në fshat, edhe më thanë nëse i mbledh 50.51% në shkrime, s'ka kush që të ndalë. Edhe kemi një fshatit komplet. Mbi 90% me numër personale. Edhe nuk kemi shku na si familje, kërkon. Çdo mahallë zëma kemi dhënë tani flet. Po që kemi thonë shkruaj, kush don mirë, kush don, hiç. Po jo. Domethënë unë i di vetëm 3 persona në Bellanis se kanë shkruar. Edhe çfarë bëmë këtu? Na probleme nuk kishim çfarë me pas me plan. Ju shku të komandanti i policisë në Malishev. Ja kom treguar rast. Tha na jem tha vetëm kur ndodh problemi me ngoj. Thosh na po s'patë me bë problem. Ju shku të organizata veteranëve të luftës në Prishtinë. Ju kom lënë dosjen komplet me komunikata me këtë këtu. Këtë kanë dosë. Ju kom treguar si është rast. Po, zvona kështu. Ju shkon në Prishtinë të KLM-dënia, te zoti Bexhet Shalkush. Ju kom treguar rastin. Asnjë. Kam shku te avokati i popullit. E kom çu Landën. Asnjë sen. 2 javë më. Atëherë më shku kryetarit komunës Malishev, ja kom çu Landën, lutjen me protokoll. Komplet me shkrim. Çka kom thënë? Numri i protokollit. Asnjë përgjigje s'kemi. Çka? E Malishev? Çu s'du Landën? Nuk e di. Si do Malishev nuk e di. E di që netet përpara, netet mos gabosha para vendos na kanë thirr kur është i lindën, çka nuk e di Malishev, Bellanis s'është Malishev.
Atje që shkruan që është dhëra? Viktime e luftës, viktim. Shumë interesant, kom ledhe shumë dokumente. Unë për shembull e kom dëshmin që është viktime e luftës, për shembull për Kyllën Bedenis. Tjetën e kom për qendre sociale, që është i vranë nga forcat serbe. Tjetën dhe më thonë kom këto, që është i vranë nga UÇK, hajde. Institucioni Republikës të Kosovës ta kalëshu dokumentin që është i vranë për forcave serbe. Më të shpak, vërtetim, me panim në shotin Bedenis, e ka të vranë civilit në gjatë luftës nga forcat serbe, që vërë. Me çka e kanë konstatu këta? Si di. Po shkruan që Kyllën Bedenis do më nuk shkruan nga kush, vetëm që është i vranë gjatë luftës në Kosovë me datë. Shikues të nderuar, ishte kjo një pjesë e ngjarjeve që ndodhen në dhe pas 2 tetorit 1998 në fshatin Bellanis të Malishevës. Presim që të dhënat e publikuara në këto 2 edicione të merren parasysh nga prokuroria e të trajtohen me seriozitetin më të lartë. Ne kaq kishim për sonte. Ju mund të na shkruani në kallzo.com. Unë tani po ju lë me rubrikën Policia dhe deri të premten e ardhshme nga unë Kreshnik Gashi. Mos e shkeni ligjin. Gjërimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Qa Gjipoza, kemi marrë një informat se në rrugën e semafore është një vjedhje në tentativ, jem të vazhdu në aplikacion. Po, unë banë në Bregillit, nuk dojë se kontaktet, dhe më në telefon kërë edhe ashtu të alifu, e kanë qirë këtë drejtore në alë, me që shkallë, e unë mas i pa aprova të sigra se mas i sësi, që shtu është puna. Ku drejtë rejtë atje, tash më të dhe më po... Do më thonë ka ndosh me hypën në Po, jo në hypë, një mas njoj, tash në spjego në esë unë halosëm një me. Nga Qa Gjipoza jemi njëftuar se në rrugën Azim Gafurri, ofër antikës, të ky bloku i dytë është në tentim vjedhje. Kemi orë të kemi kontaktuar me ankusin, si pas ankusit, dyshumet e kanë pas me veti një shkallë, afërsisht 4 metra, i metodin. Si dhe kanë përdurë një tavolin për i drurit, cilën kanë dashur të hypin në katin e dytë. Kanë tentuar të hapin dritarin me forcë, kështu që ankusi i ka hetuar në kanë njëftuar. Këtu, po lule, po sa më tut, në ashtu se s'ka mujt prej luleve, adin. Ki pati? Po, edhe unë kur qovet, kur kërsiti se kam gjumin shumë jetë, adin, u qova njoni këtuve që s'ka kësy poshtë. Edhe tani kur bërtita shumë, a ju kësy atje edhe poshtë njoni, zdi që ka që janë kohë një për një, e grisa njoni, ato i di që ato që o konë këtu.
Edhe iken. Edhe një 3-4 minimum po s'diju tu, tash 3-4 po janë kam, garant. Kënë rrugën në Singapur kemi përfundu me rastin vjedhjen tentativ, po vazhdojna me detyra tjera